Ne kemi shpallur audicion bashkë me drejtorin e fotografisë Lorenz Pelusha, kemi shpallur audicionin në janar të vitit 2022 dhe unë jam kthyer në prill për të qenë i pranishëm në audicion për të zgjedhur aktoren e duhur. Pjesëmarrja ka qenë e vakët, të jemi sinqert, sepse nuk parandeshen me këto lloj temash, ose ne nuk kemi mësuar ta shohim artin në mënyrë metaforike, pra të shprehemi lirshëm në art nëpërmjet metaforës. Njerëzit i shohin gjërat shumë klishe, shumë thjeshtë, ndërkohë filmi është metaforë dhe unë përdor simbolikën gjatë gjithë filmit, pra është diçka ndryshe e sjell. Dhe të jemi sinqert, pjesëmarrja ishte e vakët. Kishe ti një emër përpara, po themi, audicioneve, një emër që e ke kontaktuar për të marrë rolin protagonist në film? Po, është e vështirë ta mendoja pa e parë. Shiko, unë jam nga ata njerëz që kur pres për audicion për rolin, sidomos kur bëhet fjalë për filmin tim, dua që ta shoh në sy aktoren kur ta lexoj skenarin, sepse dua ta shoh reagimin. A e sheh ti të njëjtin gjë që shoh unë? Dhe unë nëse nuk e shoh këtë reflektim në sytë e tu kur ti lexon, atëre mendoj se nuk je përshtatshëm për rolin. Ndaj nuk desha të bëja telefonata, sepse më duket si ato filmat e para viteve 90 që beshin me mik, ma merr vajzën ti se është vajza e filanit apo e filanit. Pse e them, sepse në fakt është fenomeni i kohëve moderne, edhe patjetër që kanë plotësisht të drejtë dhe është e justifikuar fakti që tani nuk duket sikur kalon më në audicione një cast për një film të caktuar, po zgjidhen personazhe që i përkasin botës së showbizit, që mund të kenë një influencë, mund të kenë miliona ndjekës në rrjetet sociale, dhe kjo në tërësi bën edhe suksesin përfundimtar të filmit. Po ky nuk është art, ky është komercializëm, që ti ndajmë gjërat. Unë po flas për artin e mirëfillt, më nuk më pëlqen arti komercializëm. Se po tjetë arti komercializëm, ashtu si që theksua dhe ju, zgjedh disa njerëz që kanë shumë ndjekës në Instagram, në rrjetet sociale, po nuk është ky kuptimi i artit. Dhe nuk besoj se jam në atë natyrë që ta gjej ose ta cek artin nëpërmjet kësaj rruge. E vërtet. Filmi yt është vlerësuar në festivale të shumta ndërkombëtare, në Toronto, në Kanada, në Kaliforni të Shtetet e Bashkuara, këtu në Evropë, në Austri, rikthehemi sërish në Shtetet e Bashkuara, në LA. Tani, çfarë ndjesie ti jep ty kjo gjë? Më lejo të shtoj diçka. Kemi marrë 13 çmime ndërkombëtare dhe festivalet kategorisë A dhe 5 nominime. Kjo ka qenë një sukses për mua dhe unë jam fokusuar më shumë tek perëndimi, festivale perëndimore, për një arsye të thjeshtë. Në perëndim ekziston meritokracia, që ti themi gjërat ashtu siç janë. Pra, një vend që të hap portat nëse ti ke talent për të sjell diçka. Gjithsesi më befasoi dhe Europa, se zakonisht në Europë akoma ekziston kjo miqësia, ana tjetër e erët që mua nuk më pëlqen tek festivale. Miku, shkurt miku. Patjetër, është ana e erët, hajde siç ndodh rëndom dhe në festivale të tjera. Por më vjen mirë që morëm vlerësime në Austri, u nominuam në Hollandë në festivalin e filmit që bëhet në Hagë, dhe në Hagë më surprizoi se Haga njihet më shumë për drejtësi dhe nuk e dinja që kishin dëgjuar të gjithë të paktën një herë të vetme në jetën tonë, thënë nga prindi apo kushdo tjetër do të çojë në Hagë. Në Hagë, po, dhe nuk e dinja që po ty pse do të çojë në Hagë, më i mirë. Si ajo puna, erdhi policia apo erdhi gogoli që e keni bërë fëmijët me trauma. Do ta gjeni justifikim, po. Dhe jemi vlerësuar aty me nominim, në Austri, në Vjenë kemi fituar gjithashtu, por unë pres dhe festivalet e tjera pres nga Anglinë, sepse kam shumë për zemër. Anglia ka një kulturë shumë të mirë kinematografike, është një festival me emër, shpresoj dhe lutem që të paktën të kualifikohem.